Përshëndetje për të gjithë qytetarët tanë nga Rahoveci, kryeqyteti i Bujqësisë, kryeqyteti i Rrushit, jashtëzakonisht i ëmbël si vjet. Jemi bashkë me kryetarin e komunës, me ministrat e qeverisë së Republikës së Kosovës, sot për të hapur Hartfestin. Njëkohësisht pak më herët ishim edhe për t'i uruar nxënësit e shkollës në Përdes për ditën e parë të shkollës në shtatorit. Rahoveci i ka dhënë shumë Republikës së Kosovës, njerëzit e vyer, njerëzit punëtor me duar të arta. E kanë ushqyer dhe vazhdojnë ta ushqejnë një pjesë të madhe të Republikës sonë nëpërmjet punës së tyre të paloshme. Prandaj qytetarët e kësaj komune kanë nevojë për punëtorën tonë të vazhdueshme. Do të punojmë edhe bashkë me ministrin e Bujqësisë që të rritet kjo përkrahje. Natyrisht edhe me traditën e venave, sot jemi këtu edhe me shumë pronarë të kantinave të cilët po eksportojnë venat e jashtëzakonshme të Kosovës deri në New York dhe në shtete të tjera anët të botës, kështu që do të vazhdojmë të përkrahin sukseset e tyre, të bashkëpunojmë me ta. Pas pak do ta bëjmë edhe hapjen zyrtare të Hartfestit, ku do të ketë një program të jashtëzakonshëm për të gjitha moshat. Program arti, program muzike, maratona, e shumë shka tjetër për të gjitha moshat. Ju uroj shumë suksese, shpresoj që sidomos gjatë këtyre 3 viteve do ta vizitoni Rahovecin dhe do ta vizitoni Hartfestin. Mirupafshim. Zero.